Unë kam thënë, është më mirë që ne flasim vetëm për vetën, se sa me njerëz prezent. Bravo. Gjithsesi shpjegimin e morë dhe thea hajde se flasim vetëm për vetën. A do flas dhe unë apo flas vetëm ti, se ti fillon dhe nuk pushon. Ma thuj. Atëherë. Jo, normal që s'pushoj, për sa kam drejt. Vazhdo. Jo, thuje. Se kjo është problemi, që duke më lënë mua vazhdo, ti nuk argumenton asnjëherë. Sepse ti nuk pret asnjëherë argument nga unë. Edhe asnjëherë nuk jep një përgjigje, kupton, e lën një vi lineare që të intereson ta lësh të hapur dhe gjithsecili në 7 veta të japim nga një përgjigje siç e mendojmë ne. Kjo është gjëja. Po kjo nuk është korrekte. Ja, urdhë, vazhdo. Po mi pa fiton ti, je ti më e mira, je ti më e mençura, e ke ti argumentin më të saktë, fiton ti, unë debat kot në kot me ty nuk bëj. Vajzë e dashur, unë debat me ty kot në kot në ajër, se ti thua 6 fjali, rresht, unë nuk bëj. Nëse ke një pyetje do t'japi përgjigje. Nëse do të bësh edhe ti motorin e prisit gjithë tjerët, s'jam tuva me ty se kam punë tjera. Ishim, po pra, ishim ati jashtë, kur ti po diskutoje me Rogertin, edhe i the Rogertit, ky këtu, duhet vi tek unë, tek për të sqaruar gjëra. Gjëra? Po pra, gjëra pra qarë, situata. Edhe ti the, vazhdo, se jam kurioze, në fakt.